Sot në gjimnazin Hamdi Berisha në Malishev, u mbajt ceremonia e pensionimit të 2 profesorëve të gjeografisë, Muharrem Mazreku e Bahti Zogaj, si dhe pensionimit të punëtorit teknik Resim Hoti. Kontributi i tyre u vlerësua lartë si 2 figura të ndritura të arsimit dhe atë dhe dashurisë. Drejtori i gjimnazit Izet Hoti përshëndeti të pranishmit duke theksuar se ndihet emocional dhe krenar për pensionimin e 2 profesorëve. Ai shtoi se kontributi i tyre ndahet në 2 faza kryesore, të cilat e personifikojnë angazhimin kryesor të tyre në sferën arsimore dhe të vetdijes së ngritjes kombëtare. Në fakt, arsimi në kohën kur punoi profesori Bahti, profesori Muharrem, profesori heroi i kombit Hamdi Berisha, nuk ishte vetëm baza fundamentale e edukimit dhe arsimimit, por mbi të gjitha, mbi supët e tyre, rëndonte apo ishte aktiviteti kryesor kombëtar. Për arsye se, siç u tha më parë, okupuesi slavo-serb dëshironte që ta godiste kombin aty ku është pika më e fortë dhe aty ku mund të asimilohet më shumë ti populli shqiptar kosovar. Pra, mbarën mbi supë përveç përgjegjësisë së arsimit edhe ngritjen e vetdijes kombëtare, ku si rezultati vetdijes së tyre dolën shumë figura të ndryshme edhe të ushtrisë ligjore, edhe figura kombëtare në përgjithësi. Përgjegjësi i drejtorisë së arsimit në Malishev Sabit Berisha theksoi se sakrifica dhe mundi i 2 profesorëve gjatë gjithë kohës ishte frymëzim për të gjithë ne. Berisha tutje tha se misioni i mësimdhënësit është profesion i shenjtë, i cili në rrugën e tij ka 2 obligime: edukimin dhe arsimimin e gjeneratave të reja, duke shprehur mirënjohje për punën e bërë. Kohët ishin të vështira e ju profesor dashur në ditët kur Kosovës i vinte më shumë pasi herë nuk udhëzohet dhe bant maksimumin edhe atë maksimumin që ne të jemi këto, ku vlen të rrezikohen vitet të mëdhta, kur rezistenca e vetme asaj kohe ishin profesorët tanë që mbajshin gjallë arsimin shqip. Dhe po du m'ju thonë familjarëve të vetë se nështë për punës një profesorit nuk e mujt me pas një jetë luksoze, follet a dini gjanë që jeta një profesorit është e mbushur në histori të pashterur e cila një ditë ne mund të mos jem, po jeta dhe vepra aty në profesorëve do t'jetë gjithmonë dhe gjithmonë do të nderohet dhe të kujtohet brez pas brezi. Skënder Gashi nga Sindikata e Arsimit tha se puna në arsim nuk është vetëm profesion, por është mision, dhe kush më mirë për mbushjen e këtij misioni e ka bërë përveç profesorit Muharrem dhe profesorit Bahti e të tjerëve. Kemi jetuar dhe kemi punuar dhe pruar në kushte dhe rrethona mjaft të vështira, ku jemi ballafaqur me një okupim klasik, pra nga Serbia, dhe në vitet të 90-ta nuk ka qenë as pak e lehtë të jesh udhëhec, ta drejtosh një institucion edukativ arsimor, siç ka bërë profesori Bahti në ato vite, ku është ballafaquar me dhunën fizike, psikike dhe me gjithçka. Nuk ka qenë e lehtë as të punohet me dietarë, të realizosh për programet e Republikës Kosovës dhe të vëhen në kurthëmirat e shtësisë së Kosovës në ato vite. Mirë po, këtë e ka bërë profesori Bahti, e ka bërë profesori Muharrem. Mirë po, me vënë duke parë se vetëm me fjalë, me punë, me arsim nuk pa bëhet e mjaftueshme, atëherë profesori Muharrem duke parë ndjenjen edhe dashurisë që e ka kultivuar vazhdimisht tek nxënësit e tij, ndjenjen e patriotizmit, e kapi pushën dhe u radhet në radhë e ushtrisë shqiptare të Kosovës që tani e zën statusin edhe të veteranit lutetar. Të 2 profesorët tashmë të pensionuar falenderuan të pranishmit për prezencën dhe vlerësimin e bërë ndaj tyre. Për të pensionuarit, u ndan mirënjohje nga Gjimnazia Hamdi Berisha në Malishev, Drejtoria e Arsimit në Malishev, Sindikata e Arsimit OVLUÇK Dega në Malishev.